Ekipet tona sot gjatë gjithë ditës kanë qëndruar në disa prej qendrave të votimit dhe kemi sjellë informacione në kohë reale nga aty. Së fundmi disa nga qendrat që vizituam, rezultatet janë si vijnë. Në qendrën 0204 Mazlum Këpusk të drejt vote kanë 4083 votues, ndërsa deri më tani kanë votuar 1334 dhe funksionojnë 6 vend votime. Në gjimnazin Hajder Dushi, qendra 0201 të drejt vote kanë 4621 votues, ndërsa 1112 kanë votuar deri në transmitimin e kronikës. Në Nexhmedin Nixha të drejt vote kanë 2871 votues dhe deri më tani kanë votuar 670 persona. Në qendrën e votimit me kusht Hysni Zajmi kanë votuar 248 persona. Në qendrën Kadri Kusari kanë votuar 974 persona, ndërsa të drejt vote në këtë qendër kanë 3545 persona. Në qendrën e votimit Anton Qeta në fshatin Dold, në qendra 0230 të drejt vote kanë 3206 votues, ndërsa deri më tani kanë votuar 492 votues. Ndërsa dhe në Bishtazhin, në qendrën e votimit 0212 Gjergj Fishta, deri më tani kanë votuar 634 persona, ndërsa të drejt vote kanë 4179 votues.